qeni gati. Mundet. Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të mediave. Protesta e sotme përfundoi, por e vërteta mbeti. BDI 20 vite manipuloi me gjuhën shqipe. Sot jemi këtu sepse e vërteta duhet të thuhet ashtu siç është. Studentët sot protestuan kundër një padrejtësie ndaj tyre nga koha e BDI-s. Të gjithë shqiptarët e dinë se provimi i jurisprudencës asnjëherë nuk është zhvilluar në gjuhën shqipe. Protesta është e drejtë demokratike dhe askush nuk e konteston këtë. Por ne reagojmë kundër atyre që mundohen të manipulojnë të njëjtën. Sot në protestë u shfaqën Pafie Turpi edhe dy fajtorët kryesor që provimi i jurisprudencës nuk mbahet në shqip, Musa Xhaferi dhe Blerim Bexheti. Këta që sot po përpiqen të ndesin këtë temë, përdorën pushtetin për t'u pasuruar në kohën kur duhej të ishte rregulluar ky problem. Të nderuar studentë, ne kemi folur hapur me ju. Kemi pranuar kërkesën tuaj dhe u kemi premtuar se problemin do ta zgjidhim. Ju kërkohet që provimi i jurisprudencës të bëhet shqip, ne po i bëjmë shqip të gjitha provimet profesionale. Për këtë sot në qeveri u zhvillua një takim mes kryeministrit dhe kryetarëve të Vlenit. Prandaj ne me shumë siguri ju themi, provimet shumë shpejt do të jenë edhe në shqip. Shqiptarët nuk janë naiv, ata e shohin shumë qartë se pas kësaj zhurme nuk qëndron halli i studentit, por halli i pushtetit të humbur. Prandaj pyetja është tjetër. Pse Ali Ahmeti fshihet pas studentëve? Pse nuk e thot shqiptarëve se këtë çështje nuk e zgjidhen kur kishte gjithë pushtetin në dorë? Edhe një herë Ali Ahmeti dëshmoi se e gjuan gurin dhe e fsheh dorën. E ndes zjarrin nga prapa, i shtyn tjerët përpara dhe pastaj mundohet që të përfitoj politikisht. Të nderuar, kjo temë nuk duhet të shndrohet në përplasje mes institucioneve dhe studentëve. Studentët janë fëmijët tanë. Prandaj i ftojmë studentët të mos bien pre e manipulimeve politike dhe të kenë besim se këtë çështje tashmë e ka marrë në duar Vleni dhe se e njëjta po do të zgjidhet shumë shpejt. Pocztuani građani, pocztuani predstavnici na mediumite. Денешниот протест заврши, но вистината остана. Дуи 20 години манипулираше со употребата на албанскиот јазик. Денес сме тука затоа што вистината мора да се каже јасно и гласно. Студентите протестира против неправда која потекнува токму од времето на владење на Дуи. Сите албанци знаат дека правосудниот испит никогаш не се одржувал на албанскиот јазик. Протестот е демократско право и никој тоа не го оспорува. Но ние реагираме против оние кои се обидуваат да го манипулираат истиот за политички цели. Денес на протестот без ни малку срам се појавија и двајцата главни виновници што правосудниот испит не се одржува на албански јазик, Муса Xhaferi и Blerim Bexheti. Токму тие што денес се обединуваат по тема, ја користеа власта за лично богатање во периодот кога проблемот требаше да биде решен. Почитувани студенти, ние отворено разговаравме со вас. Го прифативме вашето барање и ви ветивме дека проблемот ќе биде решен. Вие го баравте правосудниот испит да биде на албански јазик, а ние работиме сите професионални испити да бидат достапни и на албански јазик. Во таа насока денесна влада се одржа средба меѓу премиерот и председателите на Влен. Затоа со целосна сигурност ви порачуваме. Многу скоро испитите ќе бидат и на албански јазик. Албанците не се наивни. Тие многу јасно гледаат дека зад ова врева не стои грижата за студентите, туку стои борбата за изгубената власт. Затоа вистинското прашање е: зошто Али Ахмети се крие за студентите? Зошто не им кажува на албанците дека ова прашање не го реши кога целата власт беше во неговите раце? Уште еднаш Али Ахмети покажа дека го фрла каменот, а ја крие раката. Го подпалува огнот од позади, додека ги турка другите напред, а потоа се обединува политички да профитира. Почитувани, ова прашање не сме да се претвори во судир меѓу институциите и студентите. Студентите се наши деца. Затоа ги повикуваме студентите да не подлегнуваат на политички манипулации
i da ima dojevra дека ова прашање веќе е преземено од ВЛЕП и дека неговото решение е многу близко. Ви благодарам. Sot liderët e vendit postuan fotografi në takimin me kryeministrin. Çka u bisedua në saktësisht në atë takim? Ashtu siç keni qenë të informuar nga apostimet të cilat u bën, që u bisedua për zgjidhjen e këtij problemi, që është dashur të zgjidhet më herët. E dini që ligji është për provimin e jurisprudencës është miratuar në vitin 2019 dhe gjatë herë është dashur që të mundet studentët të japin provimin e jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe të jetë të inkorporuar në ligj, por nuk është bërë. Është diskutuar se teknikalitetet dhe format se si do të zgjidhet ky problem në të ardhmen që edhe studentët shqiptar të mundet që të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Kishte pak më të zhëruar si kontekst protesta e sotshme, duke qenë se nuk ishte teksi vetëm tek provimi i jurisprudencës, por mos respektimi i gjuhës shqipe edhe në instancat e larta të administratës shtetërore dhe institucioneve publike. A vlerësoni ju që është kurrur si ligj përdorimi i gjuhës shqipe në këto 2 vitet e fundit sa jemi ju në pushtet? Ne kemi treguar edhe në të kaluarën që ka pasur institucione të cilat nuk e kanë respektuar dhe normalisht që ekzistojnë inspektorate të cilët janë në terren dhe të cilët e kontrollojnë dhe aty ku nuk respektohet ligji normalisht që konform ligjit do të veprohet ndaj atyre personave apo atyre udhëheqësve të cilët nuk e respektojnë ligjin e gjuhëve, ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe normalisht që do të shqiptohet dënime për ato raste të cilat nëse është hasur dhe ku është hasur normalisht që do të shqiptohet dënime. Pranoi vend povozimin e studentëve. Gjithçka që duhet të thash në fillimin tim që protesta e sotme ishte më shumë ngjante një proteste që duhet të bëhet kundër atyre personave të cilët kishin marrë pjesë në protesta për të keq përdorur vullnetin e studentëve. Për 22 vite nuk është zgjidhur ligji për provimin e jurisprudencës dhe sot duke i pasur 6 ministra shqiptar në Ministrinë e Drejtësisë dhe sot pa fije turpi marrin pjesë në protesta, ashtu siç e përmend edhe në fjalimin, persona të cilët kanë pasur kohë kur kanë pasur edhe pushtet absolut dhe kanë mundur këtë çështje të zgjidhin, nuk e kanë zgjidhur, tani marrin pjesë në protesta. Ne ju themi studentëve që në mënyrë dhe në formë institucionale këtë problem duhet zgjidhin dhe shumë shpejt edhe ata do të mundet që të japin provimet në gjuhën, provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe.